Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët në një tjetër video. Në fakt, kjo video që po shihni tani kishte një intro tjetër, por nuk e di se si kam përfunduar që e kam shirë. Edhe hyja direkt kështu si në thela, i themi ne në temë, edhe për mos hyrë direkt si në temë, po mendova të bëja këtë intron tjetër. Kështu uroj shumë t'i pëlqej vlogu sepse është i gjatë dhe i bukur, por po ju tregoj disa gjëra që kam blerë në vazhdim dhe shikim të këndshëm të vlogut. Situr tani në Amazon, Dorash ka për të 3 fëmijët, këto janë të Kalbi në fakt. Ja, ma fiku i dritën. S'ka që... Këto janë të Kalvin. Ja mora kështu sepse Kalvin ka pak bezdi, janë kundër ujit, kundër shiut, kundër borës. Këto janë të Oki Poki, ja ka marrë kështu të bukura, edhe Okit kundër ujit, kundër shiut, kundër çdo gjë, domethënë. Ndërsa Mikit i ka marrë këto, jo kundër ujit, thjesht të jenë të ngrohta, sepse Miki ka një palë kështu, po nuk i duron dot fare, nuk i ka qejf. Kështu që i mora këto të paktën të rinë duart ngrohtë, sepse këto ditë ka bërë ekstrem shumë ftohtë dhe ne dalim nga parku, ata luajnë, prekin gjëra ndej, kështu që besoj se këto janë perfekt. Po Kalvin ja mora pak kështu që ti kishte pak interesante, se dhe Kalvin nuk ka qejf këto, se kemi besi këto. Ndërkohë shtëpia këtu është mbushur full me paketa, shumica të cilave janë nga bashkëpunimet, por mezi po pres t'i jap fakt se një nga këto është dhe krevat i ri për Octavian. Sa po mbarova tani drekën këtu dhe do iki që të marrë Kalvin nga shkolla. Kam bërë asnica, ka ndarë shumë qishme, nuk është se duke me aq të bukura, por është shumë e mirë sepse e provova. Nice, në kapi copyright i Shakirën. Vim përsëri në kuzhinën e të Taxhulit. Ose të, si thot ti vi mua, jo, si e ka jo? Nuk më kujtoj tani. Tina në kuzhinë. Tani, shikoni çfarë kam bërë këtu. Doja t'ju merja me vete që t'ja u tregoja në fakt, por harova. Në fakt isha duke fulur me motrën dhe u hutova, se motra po më thoshte për këto, që ajo e bën shpesh. Tani, kam bërë këto top that kështu, me pak biskota integrale, edhe më vjen keq që si ja u tregova, po ja u tregoj herë tjetër, nga ato integralet kështu që janë ato buta keks që marron, po me miell integral. Dhe i hodha brenda ndoshta 50 gram gjalp edhe një lug mjalt, gati një lug mjalt, jo aq tamam, dhe i kam hedhur brenda edhe kokos, po ja u tregoj këtu që ta bëni dhe ju. Dhe do t'i bëj kështu si tip Rafaelo. Tani unë kisha dhe lajthi, po lajthi duen qarë, kisha dhe ara nga ato, arat spanjolle, nuk e di çfarë arash janë ato, po ato i kam shumë qejf. Dhe thash t'i fusja brenda, pastaj thash lëre ka më mirë kështu, sepse nuk është se do t'i kaloj direkt në atë kokosin që të bëhen si Rafaelo, por do t'i kaloj tek kjo çokolata këtu, që po shkrihet tani është nga kjo glasur për ëmbëlsira, është e zezë. Këtë e kam marrë te Hedeka dhe e marr këtë ndonjëherë ose me çokoladë, shkri çokoladë e zezë, po edhe këtë, po kjo është ekstra për këtë punë. Kështu që mora këtë dhe do ta kaloj një herë në çokoladë, edhe pastaj do ta kaloj përsëri në kokos. Ndërkohë këtu po bëj një tiramisu, me qenë se kisha disa savoiardi dhe kisha edhe një mascarpone në shtëpi, thash po bëj një tiramisu, jam që jam. Edhe sapo e bëra këtu kremin. Edhe do luaj dhe pjesën e dytë, një tiramisu kështu e vogël, me qenë se po bëj dhe këto. Edhe kështu, pastaj këto do t'i lëj që të ngri në frigorifer, domethënë tek pjesa e akullit ndoshta, nuk e di se kjo ngrihet edhe shpejt. Edhe t'i hanë fëmijët i kenë, se janë shumë të mira, edhe nuk kanë dhe shumë sheqer, le të themi. Këto perla tani, nuk kanë dalë shumë të bukura, por shija është shumë e mirë. Tani këto zëre se kanë ngrirë, sepse kjo çokoladë është ekstra për këtë punë, por unë do t'i fus dhe pak në ngrirje. Ndërkohë kam shfrytzuar gjitha çokoladat gjëra që kisha për të bërë ëmbëlsira për të gjithë javën. Po ikim në park Lojrash tani për t'ju bërë qefin kalamiçave. Pikolese! Po, ishte plani që të shkonim në fakt në Holland, menduam një usi thash. Sigurisht duke vuajt. Se i vita bëjmë një udhëtim të shkurtër 2 ditor, unë thash, që do. Kështu që po përfundojmë të lotrat sot, ndërsa nesër kemi plan tjetër. Ja, ne kjo do më vim, që unë e urrej në fakt po hajt më. Ai, jeta ime. Ding the baby. Ding the baby.
çiftis. Të lum. Kape, shënoje. Që familjes janë për flok nga mbrapa. Marrani tjetër top. Topin tjetër. Mirë. Bëjmë drekën tani, kam lënë këtu disa mishe dhe thjerëzat i kam lënë në ujë, ishën e darkë. Diku një gotë kam lënë, ose ndoshta më pak, kemi pastaj presh, qep dhe lat, kuqe. Karrotat këtu njerëz nuk ja kam hequr lëkurën se s'po gjej atë që shëroja, nice. Pastaj kam lënë brokoli dhe lulilakër për fëmijët që ta ziej, edhe këtej një ca patate dhe perime. Por nga ana tjetër këtu kam bërë pak brum për pica për fëmijët, që ka ardhur një 2 herë. Tani edhe pak të t'i bëj. Ata do hanë edhe gjellën dhe pizzat, por unë i bëj që tani dhe drekën dhe darkën, sepse nuk dua të kaloj shumë kohë në kuzhinë, sepse janë shumë gjëra tjera për të bërë. Ditë e re, kismet i ri, por përsëri nga kuzhina. Nice. Më thoni një alternativ tjetër se çfarë të gjej. O zoti, se urrej këto gishtat kur bëhen kështu me manikyr, gjëra që urrej më tepër, prandaj nuk i luaj me manikyr. Tjetër muhabet ky, por që doja të thoja, më gjeni një alternativ tjetër për të zvendësuar këtë. Domethënë nuk është se dua t'i çoj atë rrobë më sipër, se më mori mami mua dhe u fik kjo. Edhe po thoja që po e bëj kështu këto chicken nuggetsat këtu, chicken nuggets le të themi, por unë i quaj KFC këto. Edhe i kam bërë këtu me këto Doritosat, provojini një herë tek shtëpia, se dalin shumë të shijshme, domethënë ngrini këto Doritosat, duke njoruar thënë mi. Ngrini këto Doritos tek një grirse që keni në shtëpi, edhe bëni këtë brumin këtu, unë e bëj gjithmonë me brum, me miell, edhe me pastaj me krip, me erza, kështu gjëra si të dëshironi ju. Pagës të trashtë jetë si krepave dhe madje pak me trashtë të ishte më mirë. Por që po e di me çfarë e bëj me këtë miellin këtu, që është ky instant mel. Ky është shumë i mirë dhe e keni nuk po fokusohet, po. E keni me është shumë i butë ky. Është për supra, për salca dhe për pancakes e kështu gjërash, edhe është fantastik ky. Dhe për ëmbëlsira e përdorun kur bëj ndonjë kek të shpejt, edhe shumë i mirë. Ka shumë si bluar, domethënë si krip duket, jo si miell, domethënë nga përbërja. Këtë ja u tregova për gjë tjetër, po gjithsesi këtë përdor edhe këtu, por që ta keni këtë për ëmbëlsira, për waffles, kështu gjërash, shumë i mirë. Dhe tani unë kam kaluar nga atje tek ky Doritosat e grir. Në drita mamit edhe të t'i skuq. Ose në tavë mund t'i bëni si dëshironi ju dhe dalin shumë, po shumë të mira. Jo tregova si ide që ta dini. Këtu jam duke bërë një supë të shpejt me pak mish pule dhe do t'i skuq këto, t'i han kalamajat. Wow, mirëmëngjes! Veçoj Kalmin në shkollë, ama është duke rënë borë, edhe ka rënë shumë borë. Përsëri, wow, ka rënë goxha, në fakt nuk e prisja kaq. Okej, na pëlqen. Po është bukur, duket bukur. Sa shumë borë që ka rënë, edhe janë bllokuar rrugët komplet, unë po ecë shumë ngadalë, po ajo që më pëlqen mua për momentin është se ka shumë prindër që po i çojnë fëmijët në shkollë tani me këto slizat, i kanë të vegjël normalisht, mund të jenë klasë e parë, po që mua më duket shumë e rrezikshme sepse makinat po rrshqasin. Edhe është normale tani në borë, ja këtë tjetri nuk e di as veç çfarë do të bëj me jetën. Edhe problemi është që ata kalojnë shumë afër rrugës, edhe kjo mund të jetë e rrezikshme normalisht për atë, mbi të gjitha dhe po dhe për ne. Kështu që do të ecur me shumë kujdes. Për mendimin tim nuk është e përshtatshme fare në orën 7:30 të mëngjesit, 8 të mëngjesit me slita në rrugë të ngushta, lagje, por nice, që të prindë di vetë se çfarë bën. Por unë po shkoj të kontrolloj edhe një herë se mos ja lën pushim sot, sikur po më thoshte Kalvin që më duket të bëjmë pushim.
sepse po bie shumë borë, nuk e di. Kështu që unë po kaloj edhe një herë te shkolla të sigurohem. Ndërkohë aty kishte ngel një zonjë me makinën e vet. Qëndruar, madje ende që nga aty, sepse nuk jetë se makina as para, as pas. Edhe kishte ngel aty shkreta sa kish mirë. Po edhe në një pozicion super të keq, as autobusin e shkollës nuk e la, as të tjerët nuk i lë të kalojnë. Po çfarë të bëj dhe ajo nuk se do. Ashtu. Të mora unë nga shkolla. Kush erdhi nga shkolla? Unë, zemra ime. Sa mora Calvin tani nga shkolla në këtë motë? Calvin Philips. Edhe tani do ikim te shtëpia ne, si do hajmë gjëra të mira. Ë? Ja. Unë tek vendi e ime lidhur tani. Edhe këtu po ju tregoj një hol të shpejt që bëri Ivi, po e bëj me voiceover, morëm pul, me zhvici, nga këto filetot e pulës këtu bio janë shumë të mira, këto avokado, moll, siç e shihni rrush, vezë dhe tjerë. Kam harruar t'ju tregoj disa gjëra që kemi marrë të fundit, te Temu këtë këtu, që me shumë siguri do ta nxjerrim jashtë. Edhe këtë këtu që po ashtu për jashtë, po këto s'besoj të keni parë ende në video ju në reel, ju që më ndiqni në Instagram. Por te këto e kemi marrë për jashtë, ishte më bukur në fakt. Mundoja një gjë tjetër nuk ishte, se kjo ngjyra nuk më pëlqen, por që është okay për të dalë jashtë, me thënë për të luajtur fëmijët, sepse ka material shumë, po shumë të fortë, kështu që është shumë okay për jashtë. Ndërkohë jashtë Shemrim. Ai është Daja e pirë. Mirë mëngjes të njerëz të bukur nga një ditë tjetër. Shihni të kanatën këtu na është prishur, do të shkojmë ta marrim te IKEA. Dhe na ka ngel kështu tani nuk e shoh dot atë aty që është pa kanat. Do me thëmë pak kështu derë se duket shumë tuar. Po nejse, tjetër muhabet ky se çfarë do ju thoja unë ju. Ne sot jemi bërë gati, jo tamam ende, sepse jemi duke pritur Calvin edhe Miki po fle gjumë, por do shkojmë në kinema. Ne kemi shkuar në kinema unë me 2 fëmijët, edhe sot unë do shkoj në fakt me 2 të rriturit, se do shohim një film është ai po. Është ky Çeka Tobi, e ka zgjedhur Calvin. Calvin i preferon më tepër kinemat. Por që do të shkojmë të shohim atë Çeka Tobin, se e sheh gjithmonë në YouTube dhe ka shumë qejf, dhe mua më pëlqen sepse është edukativ dhe mëson shumë gjëra. Dhe ndërkohë do të shkojmë dhe me Okin, se normalisht dhe Oki rri shumë mirë në kinema, edhe madje edhe Miki, që është aq i vogël, kur bëjmë ndonjëherë kinema në shtëpi, që bëjmë shpesh me thënë të drejtën, e çojmë filma vizatimor normalisht të zgjedhur nga fëmijët, dhe Miki rri aty i përqendruar, ka një përqendrim shumë të mirë. Normalisht vjen vërdall, por që si në shtëpi që është perfekt. Përsa aty nuk duam dhe të guxojmë shumë me thënë të drejtën, por që Ivi do të rri me Mikin, ndërsa ne të tre do të shkojmë brenda në kinema dhe mezi po pres, se fëmijët mezi po presin. Ishte pak kështu ky last minute, në moment fundit i kemi vendosur, por ne përpiqemi gjithmonë të bëjmë shumë gjëra me fëmijët, shumë aktivitete, edhe ndërtohesh dhe kjo shkuarja në kinema, sepse ata realisht kënaqen. Unë kam bërë një pastiçe, do ta ham të gjithë tani sa të vi Calvin. Era janë po ashtu të mbushura, por që sot ky ishte plani, unë jam marrë me pak kontent, kam krijuar pak kontent, kam punuar këtu në shtëpi, pastrime, gjëra e dini vetë ju, edhe kështu gjithsesi do t'i marr me vete pastaj kur t'ikim në kinema, se ta unë mezi po pres, unë kam shumë qejf, i shijoj shumë, edhe mbi të gjitha ato ushqimin atje te kinema, ato patatinat me djath, ku mund ta prishim djetër për qejf. Dhe ja ku kemi këtu pastiçe çek, duket sikur është djegur sipër, por unë kam shumë qejf kështu kur bëhen si kërc, madje ende po gurgullon në shkreta, por që ka dalë shumë e mirë, domethënë duket shumë e mirë kështu në dukje, por besoj edhe në shije, sepse e bëj pothuajse siç e bëj gjithmonë, domethënë nuk është ndonjë surprizë. Po iki vetëm unë si përfundim me grupin tim, lidhuni mami? Miki po flinte gjumë, kështu që e lam po flinte gjumë edhe tham hajle të rrit fle gjumë, kështu që po nxitojmë që mos shkojmë vonë. Weet ik niet meer. Het is de hele tijd maar Dhe pagesën dhe ikim në shtëpi. Hajde një kala. Këtu tani kemi një super kaos, sepse unë sot kam takim me atë koordinatoren për praktikën, edhe kam nxjerr gjitha pyetjet që dua t'i bëj, çfarë do t'i bëj, kam nxjerr detyrat e mia deri tani, nëse kam pyetje për këto detyra, kam pak emocione në fakt. Po nice, kam 1 orë gjys takim, kam bërë një kafe aty ta piqet qet dhe shihemi më vonë.
Ua, do thoja harroj. Do thoja harroj vjerën, si thua ti. Gjela aloe vera. Do thoja harroj vjerën, se Ivi thot Gjela harroj vjerën, se aloe vera harroj vjerën. Edhe kisha atë lulen që ju thashun ju, apo s'ju thash, nuk më mend. Që ma prishën fëmijët, ma gjuajtën me tope dhe unë jam mora ato gjelin atyre gjetheve dhe kam mbrojtë ky kavanozi këtu. Në frigorifer mund ta mbash 7 ditë, në akull deri në 6 muaj. Kështu që unë do e fus në akull se e di që s'do më dali koha, por do e përdor për mask flokësh nga mesi deri, domethënë tek gjatësia, jo tek rënja sepse unë jam pak delikate. Kështu që testojeni nëse doni ta provoni, por me pak vaj ulliri edhe me një lugë mjalt është super për pjesën e rënjëve, jo rënjës, të fundit, domethënë të flokut, nga mesi dhe deri në fund. Ju përditësoj pak se nuk e kam folur shumë sot. Këto si për kokës nuk janë syze dielli, se s'më ka lënë mendja. Me syze dielli në shtëpi, janë syze mia optike, por jam çuar sipër. Se nuk duhet gjesi beti se boll jam shumë të pam, jo sot super të lodhur. Unë nesër jam në punë, edhe sa herë që jam në punë, unë mundohem që të bëj sa më shumë punë dhe ushqime gati për që fëmijët ke të nesërmen, domethënë me Ivin, edhe pse ai ndonjëherë gatuan, ndonjëherë ju porosit gjëra jashtë, ata gëzojnë kur është Ivi në shtëpi për të ngrënë gjëra jashtë. Edhe kështu që unë bëra pak punë, budalliqe, pastaj erdhi një shoku Kalvit, ai qëndroi ja 3 orë gjysmë të mira. U kënaqën shumë fëmijët në fakt. Ishte një moment i papërshtatshëm sepse unë pas ditën e dua të qetë, po Kalvi kishte bërë muhabet me atë edhe e kishin ndarë që ai do të vinte tek ne. Normalisht ai na pyeti në një ditë para që të flas me atë shokun. Edhe folën, unë mendova në fakt se s'do ta lini, po e lanë. Edhe kështu erdhi qëndroi, gjithsesi u kënaqëm se është shumë djalë i mirë, kam shumë qejf. Dhe Miki e ka qef, edhe Miki që shkonte non stop i rinte afër, e për të dhelte, e fliste, jemi kënaq se çdo njeri që vjen në shtëpi kështu e trajton Miki. Edhe mini ti sigur je i jetur për njerëz. Gjithsesi i vendosa në gjumë, edhe sot jam vetëm deri nga orët e para të mëngjesit, sepse Ivi ka shkuar në Dortmund, sepse sot luan Interi me kër. Po, ka 2-3 që ma thotë, unë sa ma nëjse. Se nuk është për rëndësishme, rëndësikat një Interi, të përtoj Interi, se Ivi është një interist i lindur. O sot i math, më njëherë më bëhem gjeloze për Interi, se më shumë intereson një Interi, se çdo të gjëja tjetër në univers. Bëj shaka. Leshja ka filluar, tani do ja lënë një klip këtu nga ato 500 klipet që më ka nisur Ivi nga emocioni. Ai e ka parë ndonjëherë në Milano kur ka shkuar, po normalisht skuadra e zemrës edhe 100 milion herë ta shikoj, prapë nuk mërzitet. Nesër kam punë, kam webinar, pas nesër kam përsëri punë, do thoni kam ditë të kështu bomb. Edhe më vjen e keq për Ivi në fakt sepse do vi pak vonë nga atje. Edhe pastaj do ri pothuajse gjithë ditën me fëmijët, pa fjetur gjumë, edhe s'do flej shumë gjumë, më dhimbse, me thënë drejtën, sepse është diçka e rrugë, lodhi. Po që, pak të do marrja të kënaqësinë e ndeshjes, dhe uroj të fitoj Interi, nuk e di, kur të jetë të video këtu do ju them, po uroj të fitoj, të paktën t'ja vlej ajo vajtja deri atje. Kështu. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë, me energji dhe motivim, nisemi dhe ikim për në punë. Sot është ende borë, jashtë ka rënë ende borë, por që është në shkrirje sipër, por që rëndësi ka kjo. Nëse, i ka tani edhe sot na pret një ditë e ngjeshur, por e bukur, me gjëra të bukura. Ku do ikësh tani ti? Disco. Disco quhet dhe shqip. Kalmi duhet ta gjej një fjalë shqip. Disco dhe pra, ku do iki që unim dhe disco asat? Ka fest? Sa po lash Kalvin tani të shkolla, tek e lash djalin tim me duart e mia, djalin klasët të disco, në disco.
është kjo shulja, do më thënë shul disco, kanë sot se suppozohet që mbyllet semestri i parë, edhe kanë gjithmonë këta bëjnë një si tip feste kështu, nuk e di se me çfarë lidhin tjetër, por bëjnë një si disco aty për fëmijët, me muzikë, me gjëra kështu, te shkolla normalisht aty tek pjesa e palestrës. Por që lash tani do kemi vrap shtëpi, bëhem gati, se kam mësim online dhe do vit ta marr Ivi, do marrim djalin nga disco, si tingëllon, do shkoj sot në disco dhe ai si tingëllon, ndërkohë fjala disco në kohën tonë ka qenë si wow, ku po shkon? Nise ika. Fangen wir einfach mal langsam an. Wow, përsëri bor. Mbarova punën për sot, vendosa syzet e mia beti mod on, edhe tani do iki në shtëpi, sot është e premte, kështu që është ditë e bukur, sepse pastaj kemi 2 ditë pushim, kam një lule të bukur këtu që na i dha një kolege që iku. Sa keq ndihem unë kur ikin kështu kolege, ose kur ikin dhe fëmijët që nuk vinë më tek i njëjti kopësht, ndihem shumë keq. Është ai momenti, edhe sikur sido që ti kesh pasur raportet që normalisht ne kishim shumë mira, po sido që ti kesh patur, prap të vjen shumë keq për njerëzit kur ikin, se mësohesh, ishe gjithmonë aty. Nuk e dija u kam thënë apo jo, po kjo thikashar, kështu që mora në Amazon bashkë me atë setin, ishte super fantastike. Besoj se jo kam treguar edhe një herë, po është kaq e mirë sa po ja u tregoj përsëri, shumë e lehtë, edhe pret shumë, po shumë mirë. I bën fetat sa duash. Pëlqeu shumë, po ja u tregoj edhe një herë nëse ja u kam treguar dhe nuk më mendon që ja u kam treguar. Ishte Ivi tani që bëri pazar, zakonisht edhe ka shkoj unë, po shkoj Ivi kësaj radhe. Mori një ananas, në fakt duaj pak më i verdh. Sa u shkojnë burrat, kemi 100 gjëra për të thënë. Ta i dhja të bëlqen ndonjë gjë. Brokoli, i thash bizeret i merr se si marr zakonisht me karton, i mori plastik me qese. Unë nuk i marr asnjëherë kështu, i kam bezdi. Nëse. Tha po ju ti marr të mira shtetëm. Po këtoja me karton, pra me karton. Edhe pastaj morëm këto patatina, janë shumë mira këto nga kjo marka këtu, të paktën kur ham ndonjëherë të ham të paktën të lezetshme. Pastaj pasta dhëm më shëndej për grupin e dytë se ishte mbaruar këtë reçel nga kjo Alnatura që është shumë e mirë, avokado, kastraveca, mëthera të thashra, ky qumshti këtu që marrim për gatim, jogurt, pak pore molle kur bëjmë kështu. Mere dashuri, mere har. Këto arra të dritë. Këto arra që janë shumë të mira. Të vdisim për ty. Qa janë këto, që shuajnë këto? Se i harova unë pjesht të vogla të zerdeli, qa i themin e këtu? Nese. Mi kanë dhe risotto, pak krem që luajmë bukën. Pastaj këtu nga këto himberet, do me thënë mjedrat. Dhe gjemër, kjo oris qumshti, gjalp, lule shtrydhet e preferuara që marrim me fëmijët që si kalojnë 24 orë dhe lule shtrydhe kështu normale. Këtu brenda kemi salmon, që është shumë i mirë ky. Që blen Ivi që han fëmijët, po. Që blen Ivi që han fëmijët. Pastaj quma që pinë fëmijët, edhe letra që fshin duar fëmijët. Këtë marrim më këtë paketim madh që se harxhohet ky shkreti, as nuk e di, 3 ditë vjen këto, nuk e di pse. Nëse, këto ishin pak a shumë, edhe gjërat e tjera pastaj të vogla tek këtu që është shpërndan të vejzlit. O mi ke çfarë po ha? Chipsa. Chipsa? Ose patatina? Patatina? Mete? Messi? Messi. Ronaldo? Duandu. Yamal, si ka i Jamal apo Yamal? Yamal. Jamal. Yamal. Isha tani duke bërë një story në Instagram për këto. Më erdhën këto të rejat edhe po thoja që sa më shumë të kesh ndarë këtë mendjen për të blerë organizues dhe ti organizosh gjërat, aq më fiksim të bëhet dhe bëhesh më fiksimagje dhe nuk sheh më dot pastaj as një kuti kështu që mund të ketë gjëra, sepse o i ke të gjitha të organizuara, o kështu gjysma kështu dhe gjysma kështu ngjajnë shumë keq në bufe, në sirtar, domethënë, kështu që ta keni parasysh, po ju futet kësaj pune. Unë këto në fakt isha porositur në Temu.
Edhe këto duhet kishin ardhur, po nuk e di pse u vonua kësaj radhe. Në fakt ajo thoshte aty që vonojnë shumë, po unë i kisha harruar fare që kisha porositur një herë. Po nejse, më mirë kështu se të vinë si surprizë, si dhuratë. Edhe i ka marrë pak të vogla këto, se i ka marrë për këto gjëra që ngelen kështu në fund, ku diun e zëm hedhim orizin edhe ngelet një gocë në fund, edhe për këto i kam bler këto. Po më duhet të blej edhe disa të tjera që janë mesatare, se kështu i kam për llogarit në kokën time. Por po thoja gjithashtu në Instagram që sa më pak gjëra të kesh në shtëpi, për shembull, unë kam vendosur të mbaj shumë pak pjata, 2 tenxhere, 2 tigan, më thënë një të madh, një të vogël, 2 tenxhere, një të madh, një të vogël. Dhe sa më pak të kesh kështu vërdall, më pak rëmuj bëhet në shtëpi. Na ndoka filozo. Por që kështu është realisht, sepse kemi pak pjata për të pastruar, për të larë dhe normalisht ti do nxjerrësh atë, do bëhet ajo pis do e lash prapë, se nuk është se do presësh hajt mo ta lë në lavamanun, se kam tjetrën edhe kështu bëhet mullari. Edhe është më thjesht. Për mendimin tim, pak nga ajo që jam unë duke praktikuar. Kështu thash po e ndaj edhe me ju këtë, se ndoshta Trita, mbush më mikë me ujë? Hajde. Me mbush më. Tani, isha duke vendosur të reja, problemi është se më duhet gjithë diçka që t'i fshi, se për shumë kjo thot kuskus, po ky është kuskus. Nejse, mua më duhen edhe gjysëm sa janë këto këtu dhe kam ende të tjera këtu poshtë, kam 1, 3, 5, 7 të tjera si këto që janë me madhësi mesatare të vogël, por që po më duhet edhe gjysma e këtyre që t'i fus të gjitha gjërat, për mos thënë që më duhen gjitha me këto për masa pak a shumë. Kështu, e kisha fjalën që këto nuk mbarojnë kurrë të organizuar, nëse vendos të blesh organizues, o do të blesh tamam, domethënë 100 cop ose 1-2 të thjesht të bacarojnë kokë. Dhe ja ku jemi në këtë gjendje të një udhëtimi të papërgatitur ose last minute. Shihni sa rroba janë hapur këtu se po bëjmë gati këto valixhet tona. Ndërkohë shtëpia është një kaos i vërtet, por gjithsesi ne do ikim. Po nisemi si përfundim, do shkojmë përsëri në Holland, po presim që minis akoma, po presim të vivi mos mami. Po presim që të vivi këtu, të lidhemi, të bëhemi gati, edhe ta bëjmë dhe mikin gati për gjumë, se ka orarin e gjumit, edhe kështu, po dikim në një shtëpi pushimesh se shkojmë gjithmonë, edhe do kënaqemi, ne kishim për Danimarka po Holland, po do shkojmë në Holland. Vallë çiftëri. Sa po më rritëm në Holland, nuk jam përdorur shumë telefonin se e kam munduar që t'jam baj dhe pak miki, se gjithë kjo rrugë 4 orë, gati 3 orë të sam. Ne... Kalmi nuk po duron do sa të zbresim. Ne në fakt po presim që të vivi, se është duke parë këto shtëpiat, sa të bukura që janë, këto janë shumë bukura, do ju tregoj edhe nga jashtë. Edhe nga jashtë duke janë shumë bukur, edhe nga brenda janë yll fare. Që me zi po pres që të vemi. Se ode u lodhëm ka ishte mamit kjo. Po mos i prish këto lëri aty se e kapën. Edhe gjithë kjo rrugë në fakt u lodhëm, po është që bukur që kemi shumë afër Hollandën, domethënë, okay, se 4 orë mund ta konsiderojmë afër. Edhe duam na pëlqen të vizitojmë shpesh, edhe Ivi që gjithmonë kështu parke të bukura, shtëpi pushimesh. Erdhi babi, hajde se do ikim tani. Shihemi te shtëpia, ju tregoj shtëpi. Po ju tregoj hyrjen. Jemi kjo shtëpia këtu 126. Të kenë shumë të bukura. Kam disa peshandor këte, kemi pyllin, që si do vleu në gjumë. Tani uroj mos të lëvizi shumë dora, sepse kam shumë vezdi ku lëviz, por gjithsesi po ja tregoj sa bukur. Direkt në hyrje tani kemi një këtë si korridor të vogël këtu, me këto gjërat se si funksionon. Pastaj këtu kemi një tualet me dush dhe me vask, që shumë e bukur, ngjyra që nga fantastike fare. Edhe kështu duket ky, pastaj direkt shkon në sallon ose dhomë denje. Këto është Ivi, Ivi and the co. Sa bukur që duket, më pëlqen shumë. Edhe këtu jashtë pastaj është pjesa e verandës, mini verandës, që janë kariget dhe tavolina për të ngrënë diçka këtu jashtë. Më doja mos ta lëviz dorën. Pastaj përsëri këtu kemi një tavolinë ngrënie, sa cute, pëlqen shumë stili i këtyre. Deri aty mami se janë kartopeceta. Këtu pastaj kemi kuzhinën, kush di kjo kuzhina? Dhe erdhi ky zotria, ushtri direkt këtu. Kjo është dhoma e gjumit, një nga dhomat e gjumit. Tën këtu, shumë bukur. Ky këtu është një krevat bebash, po e mbëll pak derën, no?
Këtu është një krevat bebash, rafti që do të vendosen rrobat, edhe pastaj një krevat tjetër, kështu si dopjo, me këtë stilin me 2 dyshek siç e kemi dhe ne në Gjermani. Sot nuk e di pse bëjnë këto kështu këta po nejtë. Shumica, jo të gjithë, nejtë. Tani, shumë bukur duket. E gjitha shumë bukur që një muret se si i kanë, se normalisht janë shtëpi të ndërtuara ekstra për pushime, nuk mund të jetosh te këto me vite me gjëra, kështu që po. Këtu pastaj një tualet i vogël, kuptohet vetëm me WC. Ky kamin i vogël, të sa i bukur. Sa po bëm gati tani dhe do shkojmë që ta ham darkën, po darkën. Që unë kam veshur këtë mishën, po është kam pëllamona kështu të zezë, që më duket mirë. Sa bukur shenka, që nga vërtet shumë i bukur. Deri tani është fantastike ose gjeroj. Shohim tani se do të jetë vazhdimi, por që vendi shumë i bukur, për momentin koha siç u thash fantastike dhe çdo gjë. Mi ke këtej mami, këtej te babi zemër. Herë në fakt jo si nat dimri. Si themi Octavius? Stop. Stop, bravo. Stop, ti kemi mësuar të themi stop me dorë. Stop. Hajde shpirt. Të lumt, wow! Octavia, kam! O ka qurel sim! Më jeta i më u lodhe! O zot sa ka vrapuar! Ka edhe qizmet vale! Ajde këtë më gjemën! Ja, wir dürfen heute. Vamos lá depois. Başka. Baba. Oi, garçom. Bonita aí, meu. Oh. Po luani. Po luajmë këtu tani. Dhe fitova unë 3 lodra për herë të parë një time me këto lojrat kështu. Kjo pjesa, se bukur kjo pjesa këtu me këto bicikleta, makina, gjëra. Kemi marrë dhe ne një si kjo, nuk e di sa i qartë mund të shihet. Po kemi marrë dhe një ne dhe të ta përdorim nesër. Sot normalisht vajti pak vonë. Okej. Ky njeri i vogël ka që në orën 6:30 është ngritur edhe nuk ka bërë asgjë më dreke, sot i ka bërë skipa, ma energjia, nuk e... O Miki! Tha Miki, jemi këti në këtë drejtim, tha Miki, he? Si këta fix, si Gjermanët, edhe vash, he, vash. Mëson çdo gjë nga këta të rriturit, ma e mamit. Me vrapë. O zoti madh, ka bërë maraton zot. Ç'ishte kjo koll? Ç'ishte kjo koll? Mirë mëngjes. Mirë se erdhën në një tjetër ditë në videon ton. Ne sa për jemi zgjuar, jo sa, po kemi pak minuta që jemi zgjuar, për mos të nga 1 orë. Edhe po presim fakt që të vi, se do blende disa gjëra tek një dyqan që kishte këtu. Ndryshe nga... Oj, bëbi Kleja. Ndryshe nga ai kampi, le të themi, parku tjetër që ne kemi shkuar, ky këtu ka një mini dyqan të vogël që ka këto gjërat bazike me çmim normal, më duken mua, pak a shumë si pakës fare më shtrenjtë se supermarketi, por që janë perfekt. Edhe se normalisht nuk është në mes qytetit, është thjesht në një vend kështu periferik, edhe që nuk ka dyqane të tilla. Por që shkoj të merret aty, vendosëm fillim, menduam në fillim që të hanim mëngjes të gjithë jashtë, por ne jemi një harxhim lekësh total, sepse fëmijët për shembull paguajnë për të paguar, ama nuk kanë pothuajse fare, se normalisht sa çhan në shtëpi, për shembull në një vezë, në një buk të vogël, kështu gjëra të vogla dhe shkon një mëngjes, për shembull e zëm 90 euro, 100 euro kot për fëmijët që nuk kanë fare, se ne okay, ham. Edhe kështu, pastaj plani është të dalim, sepse është, jo mami, ose hap të lutem, se kemi ditën të mbushur me aktivitete, edhe do dalim saktesa ndej, madje mendoj ta zgjas një herë në fillim.
por mua nuk është se ma kishte dhe shumë qefi, se Kalvin ka këto pushime që kanë tani për shkak të mbylljes së semestrit të parë, por që gjithsesi, nuk e di, ndoshta do isha pak në shtëpi, të merresha me sistemi, me gjëra pune dhe këto të shkollës. Ky është trupi im pak a shumë pas stërvitjes, tani jam pak zëfryrë se dje i kam tepruar pak me ushqimin, jo se i kam tepruar, po kur ishim në një restorant që ishte bufe, edhe ishte italien, ishte domethënë italiane, kuzhinë italiane, edhe keni parasysh ti provoj dhe këtë. Nuk është se hangra shumë, po bëra mix, mund të mërë një pjatë me gjëra kështu maksimumi, po i bëra si mix, edhe sikur jam fryrë pak. E normalisht, pastaj tetët e lazanjës. Miki, hajde pak te mami shpirt. Kështu, por gjithsesi, kështu jam tani. Edhe jam shumë mirë, jam 60 kg e pak gram, kështu. Ndihem shumë mirë, por normalisht më duhet ende të tonifikoj trupin. Edhe nuk është se kam shumë kështu, ku di unë, zona të akumuluara me dhjanë, celulitë e tjerë, por që mirë është që ta formosoj pak të shkretin. Gjithsesi, unë po presevi Ivi të shkrem një mëngjes të kanë shumë këtu dhe pastaj të ikim dhe të bredhim. Dje në darkun nuk ju mora më pasi para se të bëja dushin, në fakt, ju mora vetëm të sekuenca e fundit ku kishim fjet të gjithë, sepse Miki qau aq shumë se si duket u lotë, normalisht bëri skip gjumit. I zuri gjumi dje, pak me të qara, por që një dolëm, një hodhëm. Tani të shohim dhe të shpresojmë sot për një ditë më të qetë, edhe një ditë më relaksues. Edhe pse dje u kënaqem, por të shpresojmë për një më relaksues. Vlog u kaj. E pa Këtej Miki, këtej zemër. Tani do ikim në një aktivitet që bëhet për të vizatuar, ngjyrosur, ndërtuar, kështu gjërash. Kujdes, kreativitet, domethënë. Ka shumë adrenalin. Një këto që e pat një sekuencë të vogël, edhe avash është e tesë në të keqë. Zot, i marrë një nga këto kështu si kur shkolla në Afrikë. Edhe Ivi njërë që po bëm bicikletë në mëngjes që nuk është fare e sporti im. Në më qëtë video fundit që marrë pjesë. Jemi mirë, o zot. Më shumë u lodhë më të arruam këtë se sa. Bëja ndihla. Të jenë fundë, los me fleksione. Një se në kërti që më të lartë. Nuk e di se që patëm ne me këtë sport. Isa ja u. Rechts. Opa, bravo. O që bëqelim. Një miri. Ka shumë adrenalin. Ich mag das hier besser. O ti e sa lafe ke jemi. Ose të zimë gja Bërë vetja me lafe në ka qënë Shqipëri kërë. Qiko rrugën, o vla. Më gja vetja këto si ato që jepin të kë ke vërësish atje në fshat të këto makinat e... Që shuën ato? Das ist das erste Pa jem shpirtani nuk kujtonë të asemra makinë. Prite, ta bëjmë një pauzë. Erdhëm për të pirë një kafe këtu, shkuan fillim blem këto gjërat që kanë fëmijët në dorë. Bleva këtë një që të vogël për brisin. Nuk po fokusohet. Në undë. Të kam ble për brisin këto, është surprizë dhe kjo është për mua, sa e bukur. Është një që lexonte Amerika për këtë zonën këtu, por që si përfundi mora këtë, së është më përgjithësuese Holland. Kalvi mbleu këtë topin, se futbollist që është, edhe i fiksuar. Këtu është një park lojrash i vogël, një kënd i vogël lojrash që mund të luajnë fëmijët, normalisht nuk po marrën ndej sepse janë dhe fëmijë të tjerë, por që është shumë bukur. Këtu pi kafe, atje luajnë fëmijët, është fantastike fare. Aktivitetit që zgjodhem tani për të ngjyrosur. Geht verdienen. Sa të bukur e ke këtë, Miki? Kjo është e jotja, mami. Ngjyrose. Denkst du, das Të ist syri. gelaufen? Pa, ty. Si është bërë me kolor të hunda? Ja. Të hunda, po. Me kolor. Po, dhe aty. Bravo, pide mami.
Sa piktur që është kjo pamje këtu. Sa bukur. Shihni Zaka Zhurela që I ka flokët. Fiksi Oktavia. Nuk është bërë atë, është bërë me kolor. Tani erdhëm këtu që të shohim kafshët. Vashë gjithë e mia. Vit. Kurdo që shkojmë në që është në një fermë, në gjë kështu me kafsh, me dhi, Ivi thotë shoqet e tua. Kështu që jemi këtu, po shohim shoqet e mia, por jo vetë. Alo, po e di, nuk e keni ide se çfarë arome që është? Të hapen më shkrit. Kush është aty? Besi dhe rrëmë. Pse? Goat? Besi! Ok, nuk e hapim dot, mami. Tu mund të shohim ne. Mesi. Miki po ushqen leporoshet e vegjit si punë ti. Oki. Po, e kupton se si bluzën që pikturoi aty o zot. Ka hyrë treg. Ka hyrë tregtia. Kush është interesuar kështu duket. Ka hyrë tregtia në gjakun të familje. Kush është interesuar? I duhen 50 €. 50 €. A të duhet? I thot Ivi sa të duhen se t'i japun. Erdhëm tani për të ulur, shpresoj të më dëgjoni. Unë jam kështu pa make-up, prandaj dukem kështu si jam për gjumësh, po si jam për gjumësh. Mund të jem brenda thellë, po kështu jashtë. Ti do gjumësh. Dhe tani kemi ardhur të ham diçka këtu, të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe më pas do të shkojmë përsëri tek vendi ku bëhen këto aktivitetet me ngjyrosje. Uj, jam. Edhe që të bëjnë fëmijët kështu të ngjyrosin një, si quhet ajo, dritë nate, diçka tjetër. Ato me zor po e pres, dua t'i marrim gjitha me vete këtë që fëmijët pikturonin dhe bëjnë. Shte Miki tani mori pa telefonin, ora është 12, duke kam prekur me dorë. Por që tani u lodha. Po do shpirë. As unë fe. Amigi. Ti duhet shpiru? Erdhëm për aktivitetin e dytë, për të bërë këto llampat e Përshëndetje. Për të bërë këto llampat kështu, është shumë bukura. Merrim disa nga këto. Ky është me pagesë ekstra, e ka bërë Ivi sot në mëngjes. Perfekt. Perfekte, ke bërë shumë bukur. Ne ishim te supermarketi, morëm disa gjëra aty, kështu që ti kemi dhe për mbrëmje. Gjetëm Cheetos, patatina Cheetos, nga ato me djath, shumë mira, dukeshin, si kemi provuar ende. Pastaj morëm ujë, yp, Miki, e ca pije, pije gjëra. Unë shkova tek një dyqan këtu që të bleja disa rroba banje për të shkuar te pishinat. Kemi një mendje për të shkuar te pishinat, meqense herën e kaluar tek një resort tjetër që ishim nuk shkuam. Tha hajde po shkojmë këtu se është okay, nuk është dhe shumë ftohtë. Në momentin ne kemi thjesht hallin kur del nga pishina që duhet të bësh një rrugë në kamp. Dhe normalisht do jetë lagur etj dhe nuk na I ka shumë qefi këtu, por çfarë tjetër, ne u kënaqem shumë te këto, përveç këtyre bluzave që fëmijët ngjyrosen dhe do t'i marrim t'i kemi kujtim, bën edhe këto llampat për mbrëmje, të dritat e gjumit natës. Edhe kështu. Ne tani do qetësohemi pak, fakt disa më pije një kafe tani muajet. Ajo në mëngjes që joj t'ja mëngjes? Jo. Pas me ma. Morëm një latte macchiato të dy nga I latte macchiato. Po si ishte gjë. Se si ti, në gjanë sikur pije vetëm qumësh dhe I kështu pare kafe. Nuk ishte shumë e shishme, mua tani në fakt më pijet një kafe vërtet. Por, kujtoj t'i marrë. Kështu që do rrim të qetësohemi pak. Miki prap nuk po pranon të bëj gjumin e drekës, ka shumë stimuliv, është I mbi stimuluar këtu. Nuk I flihet më tani për në makinë me Ivi. Nëse ne do qetësohemi pak se lodhe shumë edhe kur nuk është e bën ndonjë gjë, wow, normalisht ne aktivitete gjëra po lodhe shumë se dhe me fëmijët do t'i mbash të përqendruar, do t'i rish nga mbrapa se çfarë nuk bëjnë. Kështu, domethënë këto janë pushime. Të kujdesesh për fëmijët në një vend tjetër. Edhe këtu nuk shpëton dot, ne na duhet një resort që të ketë një 2-3 dato që të shohim në një orë të hajrit, Nëse këto të mia, kështu nuk kam marrë asnjë mjet të luaj me vete, prandaj duken kështu të fsheta.
Si kam lënë as kaçurela, as drejta, se ka pa kështu si bisht. Mua bëjë tjera ato. Tani u veshëm edhe po dalim me drupin. Kështu për të lyer, për të bërë me vizatuar si personazhe dhe çfarë do bëjmë tjetër? Kaq. Pastaj mund të shkojmë në Kinder Disco, të bëjmë fëmijët kështu disco, pastaj te pishinat. Okej, e kemi të mbushur full. Hajde shpirti mamit. Se bukur. Të ka dhe ti mami? Prit ka e? Bukur që është kjo pamja këtu. Fantastike fare. Kjo është pjesa jashtme e shtëpisë. Sa bukur që duket, është shumë bukur. Kjo është pjesa jashtme e shtëpisë, duket shumë bukur. Foto me kisë shtat Gjamil. Po nëse ishte për shembull pak më ngrohtë, do ishte perfekt fare. Ndërsa këtë e fitoi Ivi. Erdhëm në shtëpinë me qira fjala, u kënaqëm atje. Fëmijët u pikturuan siç e patë dhe erdhëm tek shtëpia. Këtë e kishte fituar Ivi, nuk fokusohet. Na çmendi kish. Do ta fokusoj me unë. Sa i bukur ishte dhe shumë i butë. Opa, Ivi vdes për të fituar këta ruzhat. Po. Është shumë e bukur vërtet. Po. Gjeta një vrim. Tani do shkojmë te disco. Hajde grupi. Blavo. Aksionin të pishinat, se për ne është fix aksion, sa i veshim, a i miraku sa dalim nga ty që është super ftohtë, shihni si jam bërë unë, jo nga vapa, nga sikleti i madh. Tani erdhëm për të ngrënë diçka, edhe më pas do t'ikim në dhomë, mbaroj për sot se vdiqim. Ti të bëni më dritë? Për zorë. Qare. Vaja bukur. Mirë më gjesë nga dita e fundit e pushimeve. Ne jemi zgjuar tani edhe po bëhemi gati. Unë në fakt po bëj valizhe, zakonisht unë i bëj që në darkë, po desha shumë e lodhur. Edhe ishte mjaftueshëm ato të pishina. Të ndodhi në aksion. Plus që këtu dëgjoj shumë çdo gjë që bëja në dhomë edhe nuk mund t'i bëja dot siç e bëm herën e kaluar për shembull që në darkë, sepse dëgjohej shumë edhe bëhej shumë zhurmë. Edhe kështu po i bëjmë tani, Ivi u mor me komplet pjesën e krevateve që i sistemoj, hoqi këto ndresat e gjërat, ndërsa unë po merrem me valixhet. Kam edhe pak fare, kemi dhe një orë pak kohë, sa të ham në një gjë mëngjes etj etj, pastaj do nisemi. Po që u kënaqem shumë, ja bleti dhe ashtu siç kemi bërë, do vazhdojmë ende të bëjmë këto pushimet e shkurtra 2 ditore, 3 ditore, sepse realisht japin kështu një energji të mirë. Edhe bën një restart. Kështu që janë shumë mirë, sugjeroj edhe ju që doni emrin e këtij resorti do t'ja u lë këtu që ta shihni. Normalisht unë në Instagram nuk është se e postoj locationin direkt ku jam. Nuk e kam bërë asnjëherë, nuk e bëj as tani, sepse normalisht është çështje privatësie. Kur ti iki sigurisht do ta postoj, por që gjatë kohës jam nuk kam postuar se nuk kam pyetur shumë që ku është. Por që të tjerëve ja kam thënë në privat kujt mund t'ja thoja. Po e lë këtu që ta shihni ose do lë linkun poshtë aty ku i sheh Ivi dhe i gjë këto resorte, sepse Ivi bën këto nuk shtej për ju. Edhe kështu ky që na ka dhënë këtu është një parfum arab që ka bler Ivi për veten e vet. Unë nuk i kam pëlqyer kur në fillim këto, por me thënë të drejtën ky ka shumë aromë të mirë. Edhe kur do në fillim nuk e di, thjesht ndjesia se s'më jep një ndjesi kështu që s'kishin aromë të mirë, por që kishin aromë të mirë. Darë do ka filozof. Kishte aromë vërtet shumë mirë, këtë paktën, shumë e mirë. Nuk e di ku e ka bler tek. Se te Douglas, nuk e di, se te flakoni, nuk e di. Nesë. Kështu, tani po bëj gati këtë valixhen e fundit që na ka ngelur, të fëmijëve, edhe të ikim paqim. Kemi ja 3 orë gjys, po hajt mo. Ti kemi një gjestë shpejt, me këto gjërat e mira që na mori babushi tek supermarketi, kemi dhe ca vezane që po zjejnë, edhe të ha mëngjes, Miki, të bëftë mirë. Nisemi për sti shtëpia.
Shihni pak ndryshimin më të rinj, nëse bëhet dëgjoni zërin kaq pastër, ka mikrofonin në dorë. Shihni pak ndryshimin më të ri te dhoma ime. Shihni këto 3 pikturat e bukura, janë të bëra me dorë nga piktura me porosi. Është një vajzë shqiptare që i bën këto dhe mi ka bërë shumë bukur, fik siç ja kërkova unë, sepse mua më pëlqen shumë ky stili kështu abstrakt, me këto gjërat e bukura, kështu minimalist, totalisht minimalist, edhe me këto luglet, edhe më pëlqen shumë. Edhe ajo i bëri fik siç i doja unë, i ka punuar shumë bukur, live duken edhe më bukur se normalisht ju shihni vetëm në video tani. Edhe jam për në dhomën time, dhe jam fik siç i doja unë, 50 me 70 dhe duken shumë bukur. Për momentin dhoma është pak jo ramuj, por thjesht me pak gjëra, sepse unë kam heq pothuajse të gjitha. Edhe lë kështu si bosh, por që normalisht në krevatin edhe këto komedinat, por duket shumë bukur, shumë bukur. E falenderoj nga zemra sepse mi ka bërë fik siç i doja. Edhe po ja u lë dhe Instagramin këtu ju që mund ta doni, sepse mund bëj dhe piktura me porosi, nëse doni ju një portret të një familjarit tuaj apo shumë lloje të ndryshme pikturash, i bën dhe i bën shumë bukur. Apo ju lë disa Erdhëm në shtëpi, kam të dritën si për kokët, si përkoj shumë ndjes, por ishte vendi më i përshtatshëm ky për momentin. Unë sa bëra stërvitje në fakt, vetëm fillimin, sepse më duhet dhe ta regjistroja për një video që bëj për Amin, edhe kështu, por që janë hapur regjistrimet, besoj ju mund ta shihni pak më vonë këtë, por që janë hapur regjistrimet për grupin e ri. Ju kam thënë edhe një herë, kushton vetëm 15 euro, stërvitja nga shtëpia, keni sa herë të dëshironi ju, ta shihni sepse është e regjistruar, e keni dhe live të regjistruar më pas, dhe regjimi ushqimor, do të thënë 15 euro në muaj të gjitha këto. Edhe atje do të shihni dhe ndryshimin tim, kështu që shkoni në Instagram, shihni ndryshimin tim. 4 orë udhëtim që ne bëm tani shkuan shumë mirë, Miki nuk qau fare, nuk lëvizi fare, që gjithkohë si mi marr ka ngrënë një snack, kemi luajtur, ka parë edhe telefon, se kemi si shtym 4 orë, por që shkoi mirë edhe me sukses. Kështu që erdhëm në shtëpi shëndoshëm mirë, se këtu ishte shumë ftohtë, këtu ishte -4, ne atje ishim 8 gradë, kështu që ishte një diferencë goxha e madhe, le të themi. Kështu unë ju falenderoj nga zemra nëse keni ndjekur këtë video, uroj t'ju ketë pëlqyer edhe t'ju kem dhënë sa më shumë gjëra të bukura, t'ju kem treguar sa më shumë gjëra të bukura. Ne do të shihemi si gjithmonë në videon e radhës, kështu që mos harroni të bëni një like, një subscribe, që t'i ndiqni të gjitha videot sapo dalin. Faleminderit edhe një herë për gjithë dashurinë dhe mbështetjen tuaj. Ju dua shumë, paqim, shihemi përsëri.